إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Falënderimin takon Allahu subhanahu wa taala, atë e lavdërojmë, atij jemi mirënjohës, atij kërkojmë ndihmë dhe mbështetje, atij kërkojmë mbrojtje dhe strehim të na ruajë nga çdo e keqe dhe ligësi në fjalë, në vepër, në besim. Elusim Allahun azza wa jall që t'i hap zemrat tona dhe të na udhëzojë në rrugën e drejtë, të na forcojë në këtë besim, të na jap forcë që të qëndrojmë ashtu si duhet. Dhe ashtu si ai është i kënaqur. I kërkojmë Allahut azza wa jall të na ruajë nga sherri i shpirtrave tanë dhe nga ligësitë që sjellin devijimet dhe gabimet dhe gjunafet e robit. Dhe të gjithë ne jemi gjunaqtar. Elusim Allahun e madhëruar që gjunafet tona të mos bëhen shkak për largim prej tij. Vëllezërit e mi, të gjithë jemi në udhëtim drejt Allahut subhanahu wa taala. Dhe askush nuk e di fundin e udhëtimit të vet. Sepse kjo është një dije që Zoti xhaleshanu e ka fshehur dhe mban vetëm për veten e tij, subhanahu azza wa jall. Gjatë këtij udhëtimi kemi nevojë të dimë se jemi në sprovë. Dhe do të jemi të vetëdijshëm për përplasjet dhe përballjet që do të na duhet të përballojmë. I lumi ai që e merr në sy rrezikun dhe i merr masat dhe përgatitet për udhëtimin e gjatë. Folëm herën e shkuar dhe thamë që lufta me vetveten, pra në këtë udhëtim të gjatë, ne jemi në xhihad, në luftë, në përpjekje të vazhdueshme. Dhe e para është lufta me vetveten dhe kjo është më parësore. Folëm herën e shkuar, duke bërë një përmbledhje tashmë të pikave kryesore, se çfarë folëm herën e shkuar. Lufta ndaj vetvetes është themeli i çdo përmirësimi. Njeriu nuk mund të përballet me armikun e jashtëm pa fituar një herë ndaj epsheve të veta, dobësive dhe tekave të vetes. Fitoria fillon nga brenda zemrës, pastaj kalon jashtë dhe ti të jesh i fituar dhe jashtë. Së dyti, lufta më e vazhdueshme është lufta kundër epshit dhe dëshirave të njeriut. Ti do të përballesh gjithë jetën tënde me vetveten. Sepse ke urdhëresa për t'i zbatuar nga Zoti subhanahu wa taala, ke ndalesa që do të duhet të qëndrosh brenda tyre, kufi që s'duhet t'i kalosh. Kjo është luftë e vazhdueshme që asnjëherë s'do të ndahet, dhe për këtë do të jesh i bindur, sepse shejtani i mallkuar nuk pushon se zbukuruari të keqen, duke friksuar njeriu nga sakrifica dhe duke ia rënduar bindjen ndaj Allahut. Së treti, shejtani është armik real dhe mos duket se është imagjinar, as pak. Ai është real dhe nuk rresht asnjëherë. Nuk lodhet kurrë nga armiqësia që shprehet ndaj njeriu. Prandaj besimtari të jetë gjithmonë i vëmendshëm në ruajtjen e zemrës së tij, mendjes së tij dhe veprave të tij. Gjithashtu për dobive që përmendëm herën e shkuar, jeta është fush prove dhe jo vend rehatie absolute. Jeta e kësaj dhunjaje, nëse shikojmë që duhet të jemi në rehati absolute, ta dish se sa ke kuptuar realitetin e saj. Çdo situatë, marrëdhënie dhe përgjegjësi që ke në këtë jetë është sprovë, vëllezërit e mi. Ti po sprovohesh në këtë dhunja, po mbjell atë që do të korrësh në ahiret. Ne jemi në një stacion tashmë, duke vazhduar udhëtimin. Pasuria, varfëria, pushteti, dobësia, lavdërimi të tjerëve, sharja dhe fyrja e tyre, vonesa e fitores dhe arritjes së qëllimeve, të gjitha këto janë pjesë e kësaj jete dhe janë sprovë nga Zoti xhaleshanu. Thjesht kërkohet nga ty ti menaxhosh si duhet dhe të dish qëllimin primar që ke, kënaqësia e Zotit subhanahu wa taala dhe fitimi i xhenetit. Gjithashtu, përmendëm se sprova më e madhe është përmbushja e urdhrave të Allahut xhaleshanu. Nuk mjafton të durosh fatkeqësinë, sprova e vërtetë është a do ta zbatojë njeriu fen, besimin, kur kjo bie ndesh me interesin, epshin apo presionin e njerëzve. Gjithashtu, durimi në Islam nuk është vetëm përballimi i dhimbjes, për ato që të ndodhin në jetën e kësaj dhunjaje. Fatkeqësi që ndodhin njeriu, por është durimi në bindjen ndaj Allahut, durimi për t'u larguar ndalesave e për të qëndruar brenda kufive
Dhe gjithashtu dhe durimin në caktimin kaderin e Zotit subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala mund ta zhduk të kotën në çast. Pra të keqen Zoti mund ta zhduk në çast, sepse ai ka pushtet për gjithçka. Por Allahu subhanahu wa taala, siç folme në shkuar, i lë sprovat që të ndodhin në këtë dynja, ndoshta i lë edhe ata që janë zullumqtar që të vazhdojnë dhe të shihin dhe të ecin, sepse do Allahu subhanahu wa taala të sprovojë robët me njëri tjetrin. Kjo është sprova e kësaj dynjaje, i ka lënë njerëzit të lirë që të zgjedhin jetën e kësaj dynjaje. Prandaj, këtu do dallojnë besimtarët e sinqertë nga ata që dorëzohen në momente që vështirësohet sprova. Sakrifica për hir të Allahut është rruga e ngritjes së njeriut. Sepse sinqeriteti provohet në kohë vështirësie, kur njeriu paguan çmim për të vërtetën, jep nga koha e tij, nga pasuria e tij, rehatia, madje reputacioni dhe emri i tij në emër të çfarë? Të mbështetjes së të vërtetës, së të mirës, së hajrit, mbështetjen e rrugës së Zotit subhanahu wa taala, për hapjen e të mirës. Këto nuk bëhen pa investuar njeriu dhe pa dhënë nga vetja e vet. Gjithashtu, pretendimet nuk kanë vlerë pa bindje dhe vepra. Madhështia e besimtarit nuk matet me fjalë, por matet me veprat që ai ka dhënë. Sa do të flas dikush, atë nuk vlen nëse veprat e tij e lënë në baltë. Shumë njerëz e njohin të vërtetën, por pak e zbatojnë. Ky është një nga kuptimet më të thella të Islamit. Njohja pas zbatim nuk vlen, vëllezërit e mi. Mund të jesh i ditur, kesh dije fetare dhe mund të kesh dhe një nivel, domethënë diturie në të, por nëse nuk zbaton gjë prej saj, nuk e arritur asgjë. Besimi forcohet me bindje dhe dobësohet me gjunahe. Sa më shumë robi bindet Allahut, aq më shumë forcohet imani në shpirt. Pra imani, besimi që ke në zemër, nuk mbetet statik. Shtohet, paksohet, në varësi të asaj që ti bën në emër të besimit. Udhëzimi, vëllezërit e mi, në rrugën e drejtë është shpërblim për bindjen që tregon ndaj Allahut. Udhëzimi në rrugën e drejtë është edhe një shpërblim për bindjen që ti tregon ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pra nëse vërtet kërkon udhëzimin e Allahut, apo i bindesh Allahut xheleshan. Pra janë hapa që hidhen. Nëse kërkon udhëzimin, ta kërkon Zoti diçka, jepe, hidhe hapin. Do të vijë një nivel tjetër. Hidhe hapin përsëri. Dhe kështu duke ecur, duke forcuar besimin dhe udhëzimin në zemër. Shkaqet e humbjes duhen kërkuar tek vetvetja. Shkaqet e humbjes do t'i kërkosh në veten tënde. Pra, nëse do të dobësohesh, të mposhtesh, shiko ku çalon puna dhe do ta gjesh rezultatin. Dhe shumë pika të tjera në vëllezërit e mi për të kaluar tashmë në temën e sotme. Allahu subhanahu wa taala në ajete të ndryshme në Kur'an na urdhëron që të friksohemi atij dhe të bindemi atij ashtu sikurse ai e meriton. Ose në ajete të tjera thot të luftoni në rrugën e Zotit ashtu siç e meriton Zoti me madhështinë e tij. Kjo është kërkesë e madhe shumë. Madje shumë nga njerëzit kanë menduar, vërtet mundet njeriu të luftojë në rrugën e Zotit siç e meriton Allahu subhanahu wa taala? Është kjo diçka e arritshme? Që njeriu mund ta bëjë këtë, apo kjo është një nxitje që njeriu të bëj sa të mundet? Kjo është tema jote. Pra, të luftuarit në rrugën e Zotit, përpjekja në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, nuk është diçka opsionale. Që si një opsion që nëse e bën, elhamdulillah ka mirësi, nëse e lë, s'ka gjë, s'ka problem. Jo vëllai. Me këto ajete që Allahu subhanahu wa taala thotë në Kur'an, na jep të kuptojmë që ai na kërkon prej nesh. Allahu xheleshanu, krijuesi ynë, po na i kërkon ne, krijesave. Luftoni në rrugën e Allahut, ashtu si takon madhështisë së tij. Pra Allahu pa kërkon nga ne të përpiqemi dhe kërkon nga robët, dhe kjo është ajo çka dëshiron Allahu xheleshanu. Kërkon nga robët e tij që ata të përpiqen të japin maksimumin e tyre në përhapjen e të mirës dhe rregullimin e asaj çka të tjerët i prishin. Dhe zetemi, sa shpesh është përmendur fjala e profetit sallallahu alaihi wasallam. Që në kohën e fundit, një njeri i cili kapet fort pas fesë së Allahut subhanahu wa taala, do ketë shpërblim shumë të madh, madje sa 50 fish nga sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Pse do ta ketë të shpërblim kaq të madh vëllezërit e mi? Sepse, siç përmendet, ata janë të huaj në shoqërinë e tyre. Domethënë ata konsiderohen si njerëz që nuk i përkasin asaj epoke, asaj shoqërie. Njerëz që jetojnë me parime, me vlera,
që për të tjerët janë çmenduri, janë të parëndësishme fare. Drejtësia, pastërtia, besnikëria, mbajtja e besës, mbajtja e drejtësisë, dhënia e hakut të tjerëve, ndërtimi i shoqërisë të rregullt, pastër, të mirë, ashtu siç e kërkon që të jetohet normalisht. Këto tashmë, Zoti na ruajt, nuk përbëjnë vlera. Vlera është e kundërta tamam. Prandaj këta kanë shpërblim të madh. Sepse ata nuk gjejnë mbështetës në rrugën e tyre. Nuk gjejnë mbështetës në mënyrën se si jetojnë. Ata kanë vetëm Allahun subhanahu wa taala. E s'ka më të mirë mbështetës se ai në fakt, po të logjikoni. Prandaj kanë shpërblim shumë të madh. Edhe siç e shpjegon profeti sallallahu alaihi wasallam, kush janë këta të huaj në shoqëritë e tyre? Janë ata të cilët rregullojnë atë që të tjerët e prishin. Këta rregullojnë atë që të tjerët e prishin. Pra, kjo nuk është gjë e thjeshtë. Kjo është të luftosh për parimin që ke. Dhe Allahu xhaleshana i kërkon diçka të tillë. Dëgjoni disa ajete vëllezër e mi dhe këto do të jenë subjekti i kësaj hutbeje. Së pari që ndrojmë tek ajetin surën Ali Imran, ku thotë Allahu subhanahu wa taala: "Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun." O ju që keni besuar, keni frikë Allahun ashtu siç duhet të ketë frikë ai. Frikësojeni Zotit ashtu siç e meriton ti frikësohesh Allahu xhaleshana. Dhe mos disni ndryshe, veçse duke qenë musliman. Pra vdekja t'u gjej si musliman. Sfidë e madhe, sprovë na ka thënë Allahu subhanahu wa taala. Kujt i është drejtuar kjo fjalë? O ju që keni besuar. Pra drejtohet Allahu xhaleshanu të zgjedhurve të tij. Ata që ai ka dalluar dhe i ka dhuruar imanin në zemrat e tyre. I ka dalluar dhe i ka zgjedhur për veten e tij. Çfarë kërkon nga ata? Allahu subhanahu wa taala. Keni frikë Allahut. Friksojeni Allahut ashtu siç duhet dhe siç e meriton të ketë frikë Allahut subhanahu wa taala. Qëndrojmë pak te kjo fjalë, se është fjalë e madhe shumë. Nëse mendojmë si duhet të ketë frikë Allahut, kjo përmban brenda saj njohje të plotë Allahut subhanahu wa taala. Si mund ta kesh frikë ashtu siç e meriton, ndërkohë që nuk e njeh Zotin kush është. Prandaj bëhet fjalë edhe nxitje për ta njohur Allahun subhanahu wa taala në madhështinë e tij. Ky është një urdhër nga Allahu i lartësuar, drejtuar besimtarëve, që ata të friksohen dhe të respektojnë atë me devotshmëri, takwa, ittaqullaha, takwa. Pra me takwa të vërtet. Ai këshillon ata që të jenë të vazhdueshëm në këtë rrugë dhe të jenë të përqendruar në ruajtjen e kufive të tij, deri në vdekje. Sepse çdo kush që jeton në një gjendje të caktuar, do të vdes po në atë gjendje. Për shembull, një njeri që në kohën e rinisë, fuqisë dhe shëndetit të plot, tregon devotshmëri të vazhdueshme ndaj Allahut subhanahu wa taala. Duke u bindur urdhrave të tij, duke u kthyer gjithmonë tek ai për gjithçka dhe në çdo gjendje. Padyshim që Allahu i lartësuar ka për ta forcuar këtë njeri në momentin e vdekjes, duke ja mundësuar që kur të largohet nga kjo botë, të largohet si një prej të dashurve të Zotit dhe të mirëpritet nga melekët e Allahut subhanahu wa taala dhe nga Zoti i gjithësisë. Por çfarë do thotë ti friksohesh Allahut me një devotshmëri të vërtetë? Se ky është urdhri që jep Allahu subhanahu wa taala. Ibn Mesudi thotë, kjo do thotë ti bindesh Allahut dhe të mos e kundërshtosh atë. Ta përkujtosh gjithmonë dhe kur të mos e harrosh, dhikri i vazhdueshëm. Dhe ta falenderosh, ti jesh mirënjohës ndaj tij dhe të mos i shpërfillesh dhe ti jesh mos mirënjohës, pra ta mohor Zotin. Kjo do thotë ta kesh frikë Allahun ashtu siç e meriton, thotë Ibn Mesudi. Në lidhje me këtë nga Enesi, Ibn Malik përsillet sa ka thënë, robi nuk ka për t'u friksuar Allahut dhe nuk ka për të patur devotshmëri dhe frikë të vërtet, derisa të jetë i përmbajtur dhe i kujdesshëm edhe në fjalët që thot. Pra të bëjë llogari mirë edhe në fjalët që nxjerr nga goja e tij. Ky ajet flet për devotshmërinë që Allahu i lartësuar e meriton t'ia përkushtosh atij. Said ibn Jubairi dhe të tjerë janë të mendimit se ky ajet, pra është shumë e madhe kur thot Allahu ki e frikë Allahun me frikë siç e meriton ai. Ai plotson dot robi këtë gjë dhe këtë nivel, sepse kjo edhe një herë përsëris duhet ta njohë njeriu robi, ta njohë Zotin subhanahu wa taala që vërtet ta ketë frikë atë. Dhe njerëzit janë të gjithë në një nivel. Dhe jo të gjithë e japin maksimumin në këtë çështje. Pra është e mundur, çfarë thotë Said ibn Jubairi dhe të tjerë, janë të mendimit se ky ajet është lehtësuar të themi, është posaçëruar pak me një ajet tjetër, në të cilin Allahu subhanahu wa taala në surën Taghabun thotë: "Fattaqullaha mastata'tum." Pra, bëuni të devotshëm ndaj Allahut aq sa të keni mundësi.
Këtu kemi, ki e frikë Allahun bëj devotshëm, ashtu siç e meriton Allahu xhaleshanu. E madhe shumë, sprove fort. Kurse në këta jetin tjetër, keni frikë Allahun sa të mundeni. Çfarë thot Ibn Abbasi duke bashkuar mes dy ajeteve? Ibn Abbasi ka qenë i mendimit se ky ajet nuk është i shfuqizuar, pra nuk është shfuqizuar me ajetin tjetër që keni frikë Allahun sa të mundeni. Por fjala e Allahut, keni frikë Allahun ashtu siç duhet të ketë frika ai, siç e meriton, do të thotë. Dgjoni fjalën e Ibn Abbasit. Të përpiqesh dhe të luftosh në rrugën e Allahut me sinqeritet dhe përkushtim që i shkon madhështisë së Zotit. Domethënë kërkohet maksimumi nga ana jote. Çfarë meriton Allahu subhanahu wa taala? Në përpjekje që do të bësh. Mendoje këtë gjë në veten tënde. Çfarë meriton Allahu subhanahu wa taala në lidhje me urdhëresat që të ka dhënë? Mendohu dhe mediton veten tënde, thot Ibn Abbasi. Pra do thotë japësh maksimumin tënd dhe përkushtimin si krijes. Nuk të ngarkon Allahu më shumë se ti ke mundësi, por ama duhet ta bësh të përpjekje. Domethënë pyet e veten gjithmonë në urdhëresat që do përmbushësh për Zotin. Çfarë meriton Zoti yt në lidhje me përmbushjen e këtyre? A meriton domethënë që të japësh gjithçka? Nëse mediton robin në këtë, vëllai do ta shikosh në njohësit, do japin maksimumin. Edhe shikosh çuditëra. Madje njerëz të thjeshtë mbase që mund të mos presë shumë nga ata. Do shikosh do të japin habira, domethënë lidhje me përkushtimin ndaj Allahut xhaleshanu. Edhe një herë përsëris fjalën e Ibn Abbasit, duke vazhduar me të, do të thotë të mos i druhesh askujt për të përhapur të vërtetën, për të thënë të drejtën dhe për të qenë mbështetës i rrugës së Zotit subhanahu wa taala. Do thotë gjithashtu ta zbatosh drejtësinë dhe të vendosësh atë në vendin që i takon, edhe sikur të jetë kundër prindërve dhe fëmijëve të tu. Subhanallahu, disa aspekte ka cekur Ibn Abbasi që janë pjesë e jetës së njeriut për treguar çdo thotë që ta kesh frikë Allahun ashtu si e meriton. Për takuan ka shumë shpjegime që janë të lidhura me veprat e zemrës dhe të gjymtyrëve, por më i bukuria dhe i përmbledhës është ai që takua çfarë është? Kryerja e urdhrave dhe lënia e ndalesave. Bëj maksimumin në këtë drejtim dhe elhamdulillah. Më pas Allahu subhanahu wa taala thotë dhe mos vdisni ndryshe por vetëm duke qenë musliman. Pra ruajeni Islamin tuaj në çdo gjendje e kohë, në mënyrë që t'ju bëhet e mundur që edhe kur të vdisni në Islam. Pra urdhri që jep Zoti për ta pasur frikë ashtu si e meriton, shoqërohet dhe me urdhrin tjetër për të qenë sistematik dhe i vazhdueshëm. Islami kërkon rregullsi. Rregulli në Islam është që nuk mund të jesh sot i drejtë dhe zbaton rregullat dhe nesër i le të gjitha. Nuk thotë sot fal namaz dhe nesër e lem se nuk ndihem mirë ose nuk ndihem gati. Sot largohesh nga gjunafet, nga padrejtësia dhe nesër jo i bëjmë sepse na intereson. Nuk ka në Islam kështu. Islami ka vijshmëri, vazhdim, ecori dhe qëndrueshmëri deri në vdekje. Dhe ky urdhër e përforcon këtë që tham pra ky urdhër i Allahut subhanahu wa taala. Është rregull i vendosur nga Allahu xhaleshanu, çdo kush që jeton në një formë ka për të vdekur po në atë gjendje që ka jetuar. Dhe ai që vdes në gjendje të caktuar ashtu do të ringjallë ditën e gjykimit. Elusi Allahu subhanahu wa taala na ruaj nga çdo devijim dhe të na bëjë të qëndrueshëm deri në vdekje. Imam Ahmedi sjell një hadith nga Ibn Abbasi se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: O ju që keni besuar, keni frikë Allahun ashtu siç duhet të ketë frikë ai. Dhe mos disni ndryshe por vetëm duke qenë musliman. Dhe vazhdon pastaj, pasi përmend të ajet, thotë sikur një pikë nga zekumi i xhehenemit. Zekumi është ushqimi i banorëve të xhehenemit. Kërcënon profeti sallallahu alaihi wasallam. Pasi jep këshillën e ajetit, pra mos vdisni vetë duke qenë musliman, na jep këtë këshill për të na treguar që nuk është shaka çështja e të vdekurit si musliman dhe qëndrueshmëria në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Sikur thot, një pikë nga zekumi i xhehenemit thot, të pikonte në këtë botë, do t'ua shkatërronte jetën banorëve të kësaj dynjaje thot. Atëherë si mendoni se është gjendja e atyre që ushqimi vetëm i tyre është zekumi në xhehenemin që ka përgatitur Zoti xhaleshanu. Vallahi vëllezërit e mi, puna është për jetësi në xhehenem ose në xhenet. Përpjekja në jetën e kësaj dynjaje me këto gjëra që në fakt janë fare të vogla dhe të pakta që kërkon Allahu xhaleshanu. Vallahi është vendimtare për ecurinë dhe përfundimin e robit në ahiret. Ky ishte ajeti i parë vëllezërit e mi në surën Ali Imran, elusi Allahun subhanahu wa taala na forcojnë besimin vëllezërit e mi, elusi Allahun na bëj të qëndrueshëm në parimet tona
dhe në vazhdimsinë e jetës ashtu si Allahu subhanahu wa taala kënaqet dhe kërkon prej nesh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Ajeti dytë që do të qëndrojmë në këtë hutbe është nga surja Hajj, thotë Allahu subhanahu wa taala: luftoni me një luftë të denjë për hir të Allahut. Wajahidu fillahi haqqa jihadihi. Pra luftoni me një luftë të denjë për hir të Allahut. Ai ju zgjodhi ju dhe nuk ju obligoi me ndonjë vështirësi në fe. Në fen e atit tuaj të parë Ibrahimit. Ai ju quajti musliman edhe më parë. Pra në shkrimet e hershme i ka quajtur ummetin e fundit të dorëzuarit, të përkushtuarit ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ata të cilët kanë shenjat e adhurimit të Zotit në pamjen e tyre, në ballin e tyre, në fytyrën e tyre. Janë njerëz të cilët i shikon në ruku dhe në sejdë me përshkrimet e librave të hershëm. Ky është ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ai i quajti musliman edhe më herët thotë. Edhe në këtë Kur'an i quajti të tillë, pra të përkushtuar të dorëzuar ndaj Allahut xhaleshan. Musliman, kur thua çfarë je, jam musliman. Musliman do thotë muslim nga istislam, pra i dorëzuar i gjithë Allahut subhanahu wa taala. Ti je robi dhe adhuruesi i Zotit subhanahu wa taala. Jeton për të kënaqur Zotin tënd. Ky është muslimani dhe muslimania. Kështu duhet të jetë. Pra, kështu ju ka quajtur Zoti, thot Allahu subhanahu wa taala. Pastaj thot, pra faleni rregullisht namazin, jepeni zakatin dhe mbështetuni Allahut, se ai është mbrojtësi juaj. Më i madh i mbrojtës dhe më i miri ndihmëtar. Subhanallah. Luftoni, filloi domethënë ashtu si i takon për hir të Allahut xhaleshanu, përpjekje të sinqertë dhe në fund është ndihmëtari dhe mbrojtësi juaj. Ti në udhëtimin tënd drejt Allahut xhaleshanu ke mbrojtës dhe ndihmëtar kë? Krijuesin tënd. Ka zgjedhur Allahu xhaleshanu. Ka që vështirë është jetosh në Islam, jeton në Islam si të ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo është qëllimi që ke tashmë në jetën tënde. Ti je musliman dhe përpiqu ta zbatosh fenë Allahut pik për pik. Kjo është suksesi në dynja dhe në ahiret. Vazhdojmë me ajetin. Nxjerrim disa prej dobive që kanë sjell dietarët. Luftoni me një luftë të denjë për hir të Allahut. Jihad, që është përmendur në ajet, quhet shfrytëzimi i gjitha mundësive për të arritur qëllimin e caktuar. Çdo thot njeriu yujahid. Se jihad nuk është vetëm luftë me armë, se kjo është ajo që vjen ndërmend. Pra yujahid do të thotë të shpenzosh dhe investosh gjithçka prej forcave dhe mundësive të tua për të arritur qëllimin që ke. Kjo do thotë yujahid. Të luftosh ose bësh jihad në rrugën e Allahut, ashtu si e meriton ai, do thotë që të bësh plotësisht të gjitha përpjekjet për të përmbushur çështjet që urdhëron Zoti dhe profeti sallallahu alaihi wasallam. Çfarë urdhër e ka dhënë, ti bën maksimumin asaj që ti mundesh. Kjo do thotë që ti tujahid. Ti po përpiqesh në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Pra e bën për të ftuar lufta dhe përpjekja për të ftuar krijesat në rrugën e Allahut subhanahu wa taala me çdo mënyrë të lejueshme dhe të mundshme për këtë. Rrugët për të ftuar krijesa në drejtësi për të adhuruar Zotin xhaleshanu dhe muslimanët e gjithë janë ftues në rrugën e Allahut. Kjo është pjesë e Islamit. Pra, rrugët për të ftuar njerëzit në rrugën e Allahut janë të shumta vëllezërit e mi. Dhe njeriu mund të bëjë xhihad, pra yujahid në rrugën e Allahut, të bëjë ftesë dhe davet njerëz në rrugën e Allahut me shumë mënyra. Sa të duash ke mënyra që mund t'i përdor njeriu, sipas mundësive që ka. Për tyre është këshilla e mirë, përhapja e diturisë së dobishme, lufta në rrugën e Zotit kur kërkon mbrojtja e vërtetës dhe hajrit, përhapja e moralit të mirë, paralajmërimi dhe këshilla e njerëzve me forma inkurajuese, pra ti ftosh rrugën e Allahut subhanahu wa taala, ti inkurajosh për punë të hajrit, ti mbështesesh në ato. Kjo është jeta e muslimanit, duhet të rregullojë muslimani çka të tjerët prishin. Të përpiqet në çdo mënyrë të jetë rregullues dhe përmirësues vëllezër. Kjo është tujahid. Dhe Allah urdhëron jahidu fillahi haqqa jihadihi. Pra luftoni në rrugën e Allahut ashtu si e meriton ai. Është urdhër nga Allahu subhanahu wa taala, ne musliman
Na ka urdhëruar Allahu për këtë çështje. Ti druhesh Allahut ashtu si e meriton, do thotë që ti bindesh sikur se tham, dhe të mos e kundërshtosh, ta përkujtosh dhe të mos e harrosh, ta falenderosh dhe të mos e mohosh. Ndërsa të bësh xhihad të drejtë për hir të tij, ashtu si e meriton, do thotë që njeriu duhet të luftojë me vetveten e tij, me qëllim që zemra e tij, gjuha dhe trupi të punojnë vetëm për hir të Allahut. Do thotë që gjithë qenia e tij të jetë e përkushtuar ndaj Allahut xheleshanu, për të arritur kënaqësinë e tij dhe jo për hir të kënaqësisë të vetes. Kjo do thotë që njeriu gjithashtu ta luftojë shejtanin e mallkuar, duke e shpërfillur atë, duke mos i dëgjuar kërcënimet dhe intrigat e tij, gjithashtu të luftojë në të gjitha aspektet dhe mundësitë që ai ka mundësi të mbrojë dhe të përhap rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Pasi njeriu përpiqet vazhdimisht në këtë rrugë, vëllezërit e mi, tek adhuruesi, tek muslimani krijohet ai fuqia dhe përgatitja e mjaftueshme për të zhvilluar dhe luftën e jashtme. Dhe ai tashmë bëhet i aftë që të ndryshojë edhe vendin ku jeton. Pra nëse do të ndryshosh vendin ku jeton, o vëllezërit e mi, dhe të bëhesh rregulluesi i tij, dhe në fakt kjo është detyrë e njerëzve të mi dhe muslimanëve, kjo është detyra që duhet ta marrim përsipër. Duhet njeriu të punojë me veten e tij fillimisht. Në këtë shoqëri, nëse nuk punon me veten, me familjen, me fëmijët e tu, me njerëzit e dashur që ke, nuk nështrohesh të kthehesh tek Zoti xheleshan, dhe të marrësh rrugën që duhet, vallahi nuk ke për të bërë asnjë lloj ndikimi. Ndryshimi për të mirë vjen në këtë formë, vëllezërit e mi. Nuk vjen me forma njerëzore siç i bëjnë njerëzit dhe mendojnë se mund të ndryshojnë. Të gjitha format e tjera janë të dështuara dhe e ka treguar jeta këtë gjë. E vetmja mënyrë është rregullimi i vetvetes dhe mbajtja e parimeve. Përmbaju atyre dhe Allahu subhanahu wa taala do sjell përmirësimin. Do ta sjell Zoti xheleshanu përmirësimin. Nëse i përmbahesh parimeve të tua. Ibn Abbas i thotë, xhihadi është shpenzimi i gjitha mundësive dhe fuqive për hir të tij, dhe mos pasja frikë nga asgjë në ndjekjen e rrugës së Allahut lartësuar. Muqatili, një tjetër mufassir, thotë xhihadi vërtet është puna për hir të Allahut me përkushtim, ashtu si e meriton ai, dhe adhurimi i tij ashtu si e meriton ai të adhurohet. Abdullah ibn Mubarak thotë gjithashtu një përkufizim, xhihadi vërtet është lufta me veten dhe pasionet, nuk ja ka qelluar ai që ka thënë se janë abroguar ajetet që tregojnë se duhet të luftosh si e takon Zotit të luftohet. Se kjo është e madhe shumë, lufton rrugën e Allahut siç e meriton ai. Është çështje e madhe, thon disa, edhe mund të jetë abroguar pra me ajetet e tjera, sepse nuk e përballon dot njeriu të lufton rrugën e Allahut si e meriton Zoti. Është i vogël njeriu. Por Abdullah ibn Mubarak thotë nuk janë anulluar. Allahu subhanahu wa taala kur thotë lufto për hir të tij ashtu siç e meriton ai, na nxit që të jemi në nivelin e duhur. Sa do të arrish, ajo i takon Allahu subhanahu wa taala, është ai që të jep sukses. Por përpiqu, jep maksimumin e asaj që kërkohet prej teje. Në vijim thot Allahu subhanahu wa taala për ta mbyllur, ai ju zgjodhi ju dhe nuk ju obligoi me vështirësi, pra mendoj vështirësi në fe. Në fen e atit tuaj Ibrahimit. Pra Allahu subhanahu wa taala nuk na ngarkoi me vështirësi në fen ton. Pra mos duke sikur po na kërkon Zoti diçka që është e rëndë dhe e pa mundur që të mbahet në supet tona, as pak. Qëndro pak dhe medito, thon dietarët. Si Allahu i madhruar pas fjalës luftoni rrugën e Allahut me luftë të denj për hir të tij, vijon dhe thot, ai ju zgjodhi juve për të luftuar rrugën e tij. Pra është Allahu që të ka zgjedhur ty, o musliman, o muslimane, me mënyrën se si ti jeton jetën, se si ti e adhuron Allahun subhanahu wa taala, si bashkëpunon dhe jeton me njerëzit, me edukat, si edukon fëmijën tënd, si e ndërton familjen, si jeton jetën e kësaj dynjaje. Me këtë mënyrë ti ke luftuar rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Allahu të ka zgjedhur ty që t'u tregoj njerëzve kështu duhet të jetojë njeriu. Të jetojë jetën e kësaj dynjaje. Pra njeri i ndershëm, i pastër, i drejtë, i pastër me familjen e tij, i ndershëm me gjithë ata me të cilën punon, edukon njerëz që do të vinë më pas të vazhdojnë jetën, edhe ata me të njëjtën rrugë. Ka zgjedhur Allahu xheleshanu që të jetosh në këtë formë. Pra thon dietarët, Imam Ibn Qayyim, pra me njëherë pas urdhrit që dha luftoni rrugën e Allahut siç e meriton ai, çfarë tha më njëherë pastaj? Huwa ijtabakum. Është ai që ju zgjodhi ju. Pra mos harro këtë fakt. Ai që të urdhëroi që të bësh të përpjekje, ai të ka zgjedhur që të jesh pjesë e, si themi, njerëzve të dashur të tij. Pra është Allahu që të ka zgjedhur dhe përdesa të ka zgjedhur, do të jap edhe mundësinë dhe mjetet, do të jap edhe durimin e mjaftueshëm për të punuar. Pra mos mendo se je vetë në këtë rrugë. Dhe pastaj çfarë tha?
nuk ju obligoj në fe me ndonjë vështirësi, haraj. Pra vështirësia çfarë është? Pra diçka që se bën do të çdo kush. Pra këtë peshë nuk e mbajnë vetë se disa njerëz të veçantë, jo as pak. Islami është feja e të gjithëve, nuk është një fe mistike që e mbajnë vetëm një grup i caktuar. Dhe Allahu kërkon që kjo fe të zbatohet, subhanahu wa taala, pra të zbatohet nga të gjithë. Nuk do thotë që kjo është feja, nuk është monopol vetëm një grupi të caktuar. Feja e Islamit është bërë që të jetohet nga të gjithë dhe kështu duhet të jetë. Allahu i madhruar ka ngarkuar njeriu veç me atë që është brenda aftësive dhe mundësive të tij. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Unë u dërgova me fen hanifie, pra të thjeshtë, të lehtë." Kjo fe është e pastër prej shirkut në aspektin e tauhidit, në praktik dhe në drejtim të punës dhe jetës me të. Pra alhamdulillah, Allahu xhaleshanu nuk ngarkoi, nuk ju bëri vështirësi në këtë detyrë që u dha dhe ai sigurisht se përmbyll edhe ajeti në fund do të vi pak më poshtë, pra ai është më i miri mbrojtës, më i miri ndihmëtar, që e ndihmon njeriu në këtë rrugë që i ka dhënë të zgjedh. Ai ju quajti musliman edhe më herët, dhe pastaj Allahu subhanahu wa taala jep këto këshilla për ta mbyllur me këto këshilla, falni namazin, pra falni rregullisht namazin, thot Allahu subhanahu wa taala, duke plotësuar shtyllat, detyrat, kushtet dhe elementet e përqyeshëm të namazit, dhe duke përmbushur gjithçka për një namaz të plotë. E dyta, jepni zakatin. Pra zakati i pasurisë, edhe i dijes, edhe i aftësive dhe mundësive të tua, jepeni zakatin. Ka zakat që është i detyrueshëm dhe për të do përgjigjesh, zakati i pasurisë dhe i dijes që ka dhënë Zoti xhaleshanu dhe mundësive që ke për të ndikuar, jepe zakatin për hir të Allahut subhanahu wa taala dhe në fund thot mbështetju Allahut. Pra fal namazin, lidhje mes robit dhe krijuesit, jepni zakatin, bamirës me krijesat, bamirës me të gjithë, pra duke dhënë nga ajo që ke, që të ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, jep dhe pastaj mbështetju Allahut. Vetëm tek Allahu kërkoni strehim dhe mbrojtje nga çdo e keqe dhe vetëm atij mbështetuni dhe kërkojini ndihmë. Wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahu është më i miri mik i dashur dhe më i miri ndihmëtar. Thot në fund të ajetit të surës Hajj. Dhe mbyllet surja Hajj me këtë ajet, Allahu subhanahu wa taala na bëj nga ata që i ka zgjedhur mes robëve të tij. Allahu na ndihmoj në rrugëtimin ton, në përballje me të keqen dhe në përhapjen e të mirës. Allahu na forcoj dhe na bëj qëndrueshëm deri në fund. Së fundmi çoni salavat e profetin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قيم الصلاة.